Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takoheni me mua Tirona Lilin. Unë e dini që i cil ato më interesantet, e ke parasysh monitorit pa bome në bon të bome, si i thonë një fjalë popullore. Tani do të cili Meglin në një mënyrë krejt tjetër. Unë e di që ju dëshironi ta shikoni Egli në Pinkli. Si sa e bukur është Egli? Është një pink i vërtet. Është me patjetër që nuk i ka bërë flokët pink, por përzjodha që me këtë fotografi të komentoj suksesin të Eglit. Egli ditën e djeshme në Instagramin e saj ndau momente shumë të bukura, ndau disa sekrete, do me thënë këto lëvizjet e këtyre mua më vdesin fare. Tani, si bëhet ky muhabeti, hajma thoni ju, që këto të dy që nuk qënë kanë bashk, edhe klipet i xhiroka në të njëjtën ditë. Tashi, hedhin foto në story në të njëjtën ditë. Bëjnë lëvizje me këngë, me ritëm, me video në të njëjtën ditë. Bëjnë gjëra të tjera në të njëjtën ditë. Dhe më interesante, dhe klipet, do me thënë kjo rastësia i çiksi shumë breti botës të këto dy, në të njëjtën ditë, kjo nuk kupton që këto të dy, Egli dhe Gjesti, kanë komunikim mes veti dhe bëjnë gjithë shka në të njëjtën ditë, vetëm të jenë viral në për të gjitha rrjetet sociale. Dhe në fakt ja kanë arritur qëllimin. Ditën e djeshme, Egli në anë të djathtë, Gjesti në anë të majtë, po bëni namin. Egli xhironte së bashku me Fifin, ndoshta janë duke bërë një mini intervistë për të treguar rukëtimin e tyre që mund ta publikojnë në kanalin e Fifit, pasi që kënga u xhirua. Do me thënë një pjesë e këngës është xhiruar tek liçeni i Dugagjinit në një zonë të Gjakovës, ndërsa pjesa tjetër e këngës së Fifit u xhirua në Golem, në një hotel në Golem. Dhe tani kishte mbetur ndoshta një miksi të dy këngëtarëve për të bërë përfundimin e këtij videoklipit. Me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, Egli Tako ditën e djeshme ka postuar në storyn e saj një fotografi shumë të bukur ku Arbër Bytiqi, një ndër personazhet më të njohur, make-up artisti më i njohur shqiptar, po bënte gati Eglushin dhe Fifushin, kështu do t'i themi. Egli dhe Fifi po bëheshin gati për të xhiruar, do me thënë kishin përzgjedhur që të vishen me të zeza, jo me ngjyra, ndërsa fansat kanë bërë patjetër ta bëjnë Eglin të dashurën e Gjestit, ta bëjnë pink. Egli është shumë e bukur me flokët pink, shpresoj që t'i bën ndonjëherë, do me thënë i shkojnë shumë dhe i ngjajnë shumë, por që të dy ditën e djeshme bënin videoklipet. Kjo nuk është rastësi, nuk është rastësi as pak, kjo është e mirë menduar, është e mirë biseduar, është e mirë komentuar dhe që të dy po bëjnë namin për të bërë atë më të bukurën, për të arritur të marrin vëmendjen e publikut. Së shpejti do ta kemi fillimisht këngën e parë të Eglit, këngë solo, nuk do ta kemi bashkëpunimin një herë. Fifi do të nxjerrën këngën e saj solo, Gjesti do të nxjerrën këngën e tij solo. Fillimisht do të jenë këto të tre këngët dhe nga informacione që kam unë do të jenë në afate kohore shumë të afërta. Do me thënë, le të themi ndoshta edhe një ditë mund t'i ndanë këngën prej këngës. Normalisht që nuk do t'i nxjerrin brenda një dite se do t'ja humbin vëmendjen njëri tjetrit, por 1-2 ditë mund t'i ndanë këngën prej këngës. Egli këto ditë do t'sjellë një video të vogël, njëjtë siç e bëri Gjesti, në Instagramin e saj duke treguar tek publiku shqiptar se çfarë këngë do të sjellën. Të njëjtën gjë bëri dhe Fifi, më pas do të publikohen videoklipet e para dhe më pas do të publikohen videoklipet e dyta, që në këtë rast do publikohet kënga e Eglit edhe Fifit dhe presim të publikohet dhe bashkëpunimi i Gjestit, i cili përflitet që është me Eglin. Çifti një ditë do të flet, nuk ka ku ikën të mos flet, sepse ne këtu jemi, do t'i komentojmë derisa ata të flasin dhe të jenë transparent për publikun, por lëvizjet e tyre, e kam thënë gjithmonë dhe më duhet ta them edhe tani, gjërat e vogla vulosin gjën e madhe dhe realisht këto lloj lëvizjesh e vulosin këtë gjën të madhe, sepse vetëm mënyra se nga që në afate kohore të njëjta, në ditë të njëjta, i kanë bërë të gjitha lëvizjet që nga momenti kur kanë dalë nga shtëpia e Big Brotherit edhe deri më sot dhe në ditët që do të vazhdojnë, kjo tregon që çifti vazhdon të jetë bashkë edhe vazhdon duke sjellur
gjërat më interesante të veta, do me thënë pikat më interesante të vetat. Unë shpresoj që kënga e Eglit të pritet me shumë dashuri, do i kisha thënë Egli që Egli e dashur bëj flokët pink, sepse të shkojnë shumë, nga që ti paske me flokët botën më të vogël se Gjesti, pasi që ne Gjestin e njohim gjithmonë në natyren e tij pinki, por ti paske edhe më të vogël botën, më duket si një Barbie e bukur që ta marrësh ta vesh në një kënd të shtëpisë, edhe vetëm ta shohësh aq e bukur sa është Egli jon e dashur. Do me thënë, Egli me flokët pink shëndrit ka, dhe ju lutem shumë, bënim sa më shumë virale këtë video, çojeni të miqtë të tuaj, të rreth juaj, të këtë gjithë, që t'i bie Eglit në sy kjo, dhe ndoshta do të na surprizon në ditët në vazhdim, duke nxjerrë një foto në Instagramin e saj me flokët pink, ndoshta tani do ta dëgjojnë dëshirën e publikut dhe do të ishte e bukur një këngë Egli dhe Gjesti, Gjesti i veshur me pink, Egli me flokët pink, do të shëndrisnin fare. Ndoshta bashkëpunimin do ta kemi pinki dhe nuk është kot kjo fotografi, nuk është ide e keqe, por është ide shumë e bukur. Do me thënë që të dy punojnë me intensitet shumë të lartë, jam shumë i bindur që të dy do t'i shohim në koncerte sepse do të ketë një shqiptar, një organizator që do t'i fton të dy në për koncerte dhe do të marrim më të bukurën nga të dy, do të dëgjojmë këngë, do të dëgjojmë hite, andaj le të mbështesim këtë çift, se që nuk është ndar ky çift, as që e vën në dyshim unë, sepse për të ndar ato nuk mund të bëjnë lëvizje të njëjta. Për t'i bërë lëvizjet e njëjta, ato duhet të kenë komunikim. Dhe derisa ato bëjnë lëvizjet e njëjta, bëjnë veprime të njëjta, reagojnë më njëherë pas njëri tjetrit, kjo tregon që çifti është bashkë dhe ka një lloj komunikimi. Ne shpresojmë që ato të martohen, të bëhen edhe me kalamaj, por ka një lloj komunikimi. Gjithmonë ne shqiptarët aty ku kemi thënë jo, aty është bo. Dhe kështu që te ky çift shohim gjithat mirat, edhe një herë për fund, ma shfaq një Eglin e bukur me flokët pink, le ta shohim sa më shumë këtë mrekulli dhe le të presim bashkëpunime këngë plot. Do me thënë këngë të cilat gjithmonë i dedikohen dashurisë, i dedikohen të kaluarës, i dedikohen të tanishmes, me patjetër që artistët gjithmonë motivohen nga vetja e tyre si bazë për të dalur dhe në historitë të tjerëve. Dhe kjo nuk kupton që Egli është një super talente dhe jam shumë e bindur që do të vinë në mënyrën më të mirë të mundshme te publiku. Kaq vajzë të bukur me flokët pink, nuk kisha parë asnjëherë, le ta lusim Eglin që t'i bën flokët pink. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju do të vazhdoni të më ndiqni mua me subscribe në kanalin Monitor TV. Sa më mirë të bëhemi aq më shumë njerëz, aq më shumë lajme mund të shpërndajmë tek të gjithë ju.